Ju keni ardhur bashkë me aktoren, me çka do të merrni pjesë në këtë festival? Ne jemi kthyer me Burneshën këtë radhë, sepse kemi takuar mentor Zymbrerajn në Mongoli, në një festival monodrame atje, dhe i cili e pa shfaqjen dhe i lindi ideja që ta kishte në një nga edicionet e festivalit të vet, dhe në fakt na ftoi këtë vit dhe ne jemi shumë të kënaqura, megjithëse Burnesha ka bërë një shëtitje, një xhiro në përbot, me të vërtet, sepse është një nga shfaqjet që ka prekur shumë shtete. Kemi qenë në New York, kemi qenë në Rumani, kemi qenë pikërisht në Mongoli, në Shqipëri, disa herë, në Kosovë, në fillimet e veta, në festivalin Femart, që është me të vërtet një festival shumë i bukur. Kështu që e ka fituar dhe çmime, ka fituar çmimin për dramaturgjinë më të mirë dhe për regjinë më të mirë në Poloni. Kështu që është një shfaqje e konsoliduar, por dhe gjithmonë e freskët dhe unike, sepse është një fenomen, tregohet një fenomen që ngelet gjithmonë në historinë e njerëzimit, pavarësisht se tani si fenomen është duke u zhdukur, por është një histori me të vërtet shumë kurioze dhe shumë unike.